Nga 193 pacient të lënduar në tragjedinë e Koçanit, 48 pacient po mjekohen jashtë vendit, ndërsa 9 të tjerë në Shkup. 2 pacient vazhdojnë të mbeten në gjendje kritike, të cilët janë të intubuar dhe kanë dëmtime në rrugët e frymarrjes, ndërsa të tjerët janë në gjendje të qëndrueshme, por rreziku nga infeksionet mbetet. Sot në Shkup gjithsej trajtohen 9 pacient, prej të cilëve vetëm 2 janë në qendrën klinike dhe atë në kirurgji plastike. Një pacient është në spitalin të shtatori, 4 pacient janë në spitalin e përditshëm qytetit dhe 2 pacient janë në një spital privat. Gjithsej pacient jashtë shtetit janë 48, do me thënë 48 pacient jashtë shtetit e 9 në Shkup, gjithsej janë 57 pacient, prej gjithsej 193 pacient, ka mbetur vetëm 57 pacient të cilët trajtohen në Maqedoni dhe jashtë vendit. Dua të theksoj se vetëm 2 pacient janë në gjendje kritike tash për tash. Pacientja e parë që është dërguar jashtë vendit, e cila ka qenë në gjendje të vështirë shëndetësore, është kthyer në vend. Ajo është në gjendje të qëndrueshme, por do të mbetet e shtruar në spital për trajtim të mëtutjeshëm. Ajo është ndër të parat që është dërguar jashtë shtetit, është kthyer në gjendje stabile. Nesër planifikohet një intervenim i vogël kirurgjik për trajtimin e plagëve, për të cilët ka nevojë akoma për mjekim dhe të gjitha parametrat tjerë i presim, pasi ajo ka qenë më kritike dhe ka pasur komplikime gjatë shërimit. Pra është një ndër pacientët më kritik që është kthyer dhe shpresoj kur të gjitha analizat janë mirë ta lëshojmë për shërim shtëpiak, u shpreh Jasmina Gjorgjevska Pavlovska, drejtoresh e kirurgjisë plastike. Nga java e ardhshme në spitalin të shtatori, një ekip mjekësh do të përkujdeset për pacientët që do të kthehen në vend, ndërsa ekspertët nga Anglia së bashku me mjekët tanë do të përgatisin protokollet, të cilët do të vlerësojnë se ku duhet pacientët të vazhdojnë mjekimin.